Për çdo problem ose informacion tuajin, Fix Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanor i lënë në sekretarin ton do të ndiqet nga gazetarët e Fix Fare. Bravo vajza, bravo, po mblidhini çik ato vëth, ato unaza, mblidhini pak. E bështe kërcimi i fuqishëm? Kape, Luisa, s'ka gjë. Kërcim i fort? Luisa. Luisa, edhe kur shkon me marrë, shkon në një mënyrë një espanjole. Shkon me sfilat, mendoj që mos i thej që fajla sfilata adesi. Fajla sfilata për prendre i Lorekione. Lorekione? Që quhet? Orekino. Orekino, more sa Ose orekite për ty që do të thash. Desi, Gjemi, tani të bëhemi pak serios sepse do shkojmë në Durrës, do merrem me një rast tepër të rënd, mendoj unë. Bëhet fjalë për një qytetar nga Durrësi i cili është ankuar në emisionin Fix Fare, sepse nëna e tij në datën 27 dhjetor është aksidentuar nga një shofer i papërgjegjshëm. Aksident nga i cili ajo doli me fraktura tepër të rënda dhe qëndroi për disa ditë në reanimacion. Pas rreth 20 ditësh, besoj, ajo ndron jetë. Mirë po. Autori besoj është në pranga. Jo, është i lirë, por është me një detyrim paraqitje atje, një karamele, do më thënë, për këtë autor. Arsyeja pse, do ta shpjegojmë pas pak, po të ndjekim pak ankesën e zotrisë. Shikues Fixit, këtu ndodhemi në lagjen 17 në Durrës. Kemi ardhur pas një mesazhi që ka ardhur në redaksin ton, ku një qytetar sjell videon se si e jema u aksidentua në 27 dhjetor pikërisht këtu në këtë rrugë. Nga një individ që pasi po ecte, ndaloi një moment dhe pastaj eci mbrapsh duke mos e parë viktimën dhe kështu ajo u aksidentua. Pas 20 ditësh në intubim, ajo ka ndrruar jetë. Personi që ka aksidentuar, nga momenti për mas 24 orëve, ai është në gjendje të lirë. Është në gjendje të lirë dhe unë të që kërkoj që pse të jetë në gjendje të lirë personi komunikoj që më ka marrë jetën e nënës time. Nëna e juaj po kalon të këtu, këtë rrugë. Po kalon të këtë rrugën këtu. Makina në atë moment ishte kalovi, ishte ndaluar, që asi nuk e parashikonte atë moment me vetë që ajo do kthehet mrapsh, edhe sikur të ecte mrapsh do ecte aval, do shikonte pasyrë, do shqish rregulli i qarkullimit rrugor. Ajo as ka parë fare asgjë gjë. E ka marrë poshtë. Ishit me nënën tuaj në ato momente këtu? Isha me nënën edhe me burrin e motrës. Në atë moment, biles burri i motrës time i ka rënë edhe makinës që ai të ndalonte, dhe ai se ka vënë utin zjarr fare, vetëm ka ecur mrapsh. Kush ishte ky individ? E njohët më vonë? Jo, nuk e njoftëm fare, as nuk na ka ardhur vllai i këtij në një moment jo të duhur në spital që ishim shumë të tensionuar. Qëndroi nëna në intubim? Nëna qëndroi 20 ditë në intubim dhe mas 20 ditësh ka ndruar jetë. Mas e shumë luftash që bëri me doktorët dhe me këto, nuk ja doli dot. A ke shkuar në prokurori dhe kush ishte prokurori çështjes? Çfarë ka kërkuar për autorin? A është prokuroria organi që ka kërkuar që ai të dalë me detyrim paraqitje apo këtë gjë e ka vendosur gjykata? Unë kam shkuar, kam takuar prokuror Sokol Nishanin, më ka thënë që unë kam kërkuar arrest për atë person dhe gjykata e ka nxjerrë. Dhe unë tash këtë nuk arrit ta kuptoj që në një person po luan dhe me jetën në spital dhe mas 20 ditësh luftë ajo ndroi jetë dhe personin e ke akoma edhe sot e kësaj dite që ka ndruar jetë ka 4 ditë, ai është prapë në gjendje të lirë. Ndërkohë në gjykat nuk keni shkuar, nuk jeni interesuar. Në gjykat kam shkuar, kam kërkuar një dokument dosjes tom, kanë dhënë vetëm një letër që i jep emër mbi emër të personit, edhe emrin e gjykatit që ka bërë gjithë procedurën që ai ka dalë. Ju nuk keni një dosje se çfarë ka hetuar prokuroria për rastin? Jo, ja kërkova një dosje, ta kisha unë një kopje, se është e drejta ime, dhe nuk ma dhanë. Pse, me çfarë arsye? Nuk ma dhanë që jemi tha në jetime sipër. Herë në rak parë unë kërkoj drejtën e nënës time, që dhe me tënë e ka shtyp dhe me tënë në mënyrë makabër që nuk edhe e horror nuk e bën atë punë. Me tënë nga kompetentet e policisë e spitalit, me tënë unë jam e pakënaqshme. Herë nga policia, rreth parë, pastaj edhe nga spitali.
unë dyshoj për një mekim që mase nuk është bëj mekimi duhur. Në spital, a ka ardhur mjek ligjor, a ka ardhur dikush të bëj akt ekspertize? Asnjëri fare. Edhe mjeku ligjor dhe me thonë, fliset dhe me thonë në një mënyrë që jo ande, jo këti, mënyrë nuk e di. Me thonë që unë për ato dyshoj. Nëna juaj ka vetëm 4 ditë që ka ndruar jetë. Po, 4 ditë. 4 ditë, edhe asnjë dhe me thonë nga këto së shpa, me nga dhonë dhe me thonë një që si ndodhi, qysh, tek, fare. Ju do vazhdoni të kërkoni drejtësi për të? Vazhdoj me s'do lejmë gjo pashu, deri kur dali. Edhe ashtë më temë të me dhe këtë që e ka bo këtë krim, me dal. Më thënë, drejtësia do bëj punën e vetë, po dhe ne do bëjmë punën tonë. Atë gjakun që ka pa vllajim aty, as unë as vllajim s'ja falim. Histori shumë e trisht, me thënë të drejtën. Trisht, mërshme. Unë nuk e di, çfarë ka kërkuar organi akuzës? Tani, organi akuzës ka kërkuar arrest shtëpie. Arrest shtëpie? Kurse gjykata na ka nxjerrë me detyrim paraqitje. Detyrim paraqitje? Po si ka mundësi? Ta shohim. Në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të rrethit gjyqësor Durrës do të lëm një kërkesë me shkrim ku pyesim mbi rastin e Vera Agasit, 71 vjeçaria e cila humbi jetën nga një aksident i shkaktuar në lagjen e saj në 27 dhjetor. Ajo ka humbur jetën pas 20 ditësh në reanimacion. Ndërkohë, autori pas 48 orësh është liruar. Ne në prokurori do kërkojmë të gjithë dosjen hetimore, por duam të shohim edhe nëse organi akuzës ka kërkuar masën e sigurisë që la në fuqi gjykata, apo ka qenë gjykata ajo që e ka ndryshuar. Edhe pse kanë kaluar të gjitha fatet ligjore, prokurori i çështjes Sokol Nishani dhe prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Durrës nuk kanë kthyer një përgjigje për emisionin ton. Ne kemi siguruar vendimin e gjykatës, i cili është marrë për masën e sigurimit ndaj personit që shkaktoi aksidentin. Nga ky dokument ne shohim se organi akuzës ka kërkuar për personin që shkaktoi aksidentin masën e sigurimit arrest shtëpie. Ndërkohë gjykata e shkallës së parë ka vendosur detyrim paraqitje dhe moslejimin e tij që të dalë jashtë kufive të Shqipërisë. Por nëse shohim në brendësi të vendimit të gjykatës, thuhet se përfaqësuesi i prokurorisë ka pohuar gjatë gjykimit se e aksidentuara ka qenë jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, nga informacionet që ne kemi siguruar pranë spitalit të Durrësit, po ashtu edhe nga familjarët e të ndjerës, ajo për 20 ditë ka qëndruar në reanimacion, duke mos patur asnjë moment përmirësim gjendja e saj shëndetësore. Por, ajo që është më e çuditshme në gjithë këtë histori është skeda e vdekjes e zonjës Vera Agasi, në të cilën thuhet se e ndjera vdiq natyralisht dhe jo si pasojë e aksidentit. Në këtë skedë vdekje ne kemi arritur të identifikojmë mjekun i cili ka plotësuar këtë dokument ligjor, por jo vetëm aq, ai ka qenë edhe mjeku që është kujdesur dhe ka patur në patronazh të sëmurën për 20 ditë. Ai në telefonat thotë se ka qenë thjesht një lapsus. Nuk duhet bëhet kjo objekt bisede, sidomos në televizor, sepse këto janë gjëra të shenjta. Edhe me gjëra të shenjta nuk luhet. Po doktor, po tani edhe asaj nuk mund t'i shkruhet natyrale kur është aksidentuar. Ai si një lapsus. Ajo skedë është plotësuar në prokurori apo jo? Bëjmë shpesh gabime në skedë. Skedën e keni plotësuar ju apo infermier apo kush? Po unë kam plotësuar, po unë kam kris 3 fleta para se të shkruaj, se ata janë me kode dhe skeda ka vlerë tani që ka hyrë ky sistemi online. Unë se njoh botat e kush është ky që ka bërë aksidentin. Megjithatë nuk ka rëndësi fare kjo punë, unë mbaj përgjegjësi për gabimet e mia, e mbaj 1.000.000%, edhe ligjore, edhe morale në radhë parë, se ndjej veten, vjen turbe që bëj këto vetë. Pamjet realisht janë shumë të trishta, me thënë të drejtën. Ne kemi parë të pambuluara dhe na vjen vërtet shumë keq për të ndjerën, por na vjen edhe keq që nuk është vënë drejtësi në këtë rast dhe drejtësia mbyll syt. Nuk e kuptoj se si mund të quhet një lapsus nga ana e doktorit, nga ana e mjekut. Po pra, nuk ka lapsus në këtë, sepse... Duke ditur dhe përgjegjësinë që ka në këtë raste. Kjo tregon që unë mendoj, ky është mendimi im personal, që s'kemi të bëjmë me një lapsus këtu. Kemi të bëjmë me një përfitim, me një gjë. Ky është mendimi im personal, Xhemi, po e them edhe një herë, sepse jo, ti ke të drejtë të dyshosh normalisht, pavarësisht se mjeku thotë që unë nuk e njoh
personin që akuzohet, personin që ka shkaktuar aksidentin, por pyetja ime është pse gjykata atëherë pas ka dhënë detyrim paraqitje nëse pas ka vdekur e ndjera nga shkaqe natyrore? E ka dhënë sepse ka parë pamjet dhe ka thënë shiko, po pas ka dhe mund të ketë një gabim këtu, mund të ketë një lapsus këtu, po shiko, ideja është këtu që ne s'duhet arrijmë në këtë pikë, ne duhet jemi aq profesionist sa ta bëjmë punën siç duhet. Pra kemi pamjet, kemi njerëzit, kemi dëshmitarët e tjera. Kemi edhe faktin, pra zonja nuk jeton më. Okej, nuk e di se si procedohet në këto raste kur mjekët gabojnë edhe bëjnë lapsuse të tilla. E di që më kujtojnë mu këtë, e ke parasysh atë historinë e Zhvekut i Xhemi që i tha shoku i vet, i tha shiko, nesër do më pushkatojnë o vlla. Po s'kan bërë gjë, s'ka gjë i tha. Letë të pushkatojnë, se edhe një mikun tim tha, e pushkatu një herë dhe pas 3 muajve doli e vërteta. Doli që ishte i pafajshëm. Po doli që ishte i pafajshëm. Po thaj, po që ka, unë tha ka, ore vlla, rëndësika e vërteta, tha. Lik ti herë pastaj. Edhe këtu jemi si në burgun e divizionit. Shumë mirë. Publicitet.